Pyetja shtrohet kush fitoi kush humbi, domethënë gjithmonë në tilla raste. Unë mendoj që fitoi Berisha, por nuk fitoi opozita. Domethënë, nëse ne shtrojmë objektivin që kjo protestë u bë për të përmbysur Edi Ramën, për të rrëzuar Edi Ramën, besoj që çdo kush e kupton që nuk rrëzohet Edi Rama me militant partie që mblidhen shesh dhe protestojnë kundër Edi Ramës, sepse nuk ka askush dyshim që militantë e Partisë Demokratike janë kundër Edi Ramës, ashtu siç unë mendoj që është gjithë populli shqiptar kundër Edi Ramës. Problemi është që erdhën qytetarët në shesh, pra erdhën njerëzit pa parti, erdhën aty populli i Tiranës, duke parë çfarë ka ndodhur këto ditë, një skandal i tmerrshëm që ka ndodhur, jo një, po disa rreth, sepse kemi Balluku, po kemi dhe Akshin, paralelisht, ku dalin çuditëra që s'janë dëgjuar ndonjëherë, për shembull 3 milion euro, të paktën kështu folën media vera. Kjo është e tmerrshme dhe sigurisht që kjo do indinjonte dhe këdo, po sigurisht është shtesë, është bonus për historinë e Akshit. Sigurisht, patjetër. Nuk ka lidhje direkt me abuzimin e po një person i cili merr tenderat e Akshit dhe ka 3 milion euro verë, domethënë është pa kujt jepet kjo verë, domethënë se me punë me djerës nuk harxhon njeriu 3 milion euro për të pirë verë. Gjithsesi, në këto kushte unë mendoj që do dyndej gjithë Tirana do derdhen shesh. Nga indinjata, nga irritimi. Sepse është ajo që unë kam thënë gjithmonë që populli shqiptar, dhe sigurisht dhe populli i Tiranës në këtë rast, nuk e do Edi Ramën, por nuk do as Sali Berishën. Dhe nuk vjen në një protestë të thritur nga Sali Berisha. Sigurisht, Berisha para 2 javësh, 3 javësh, kur nisi foltorin ishte keq. Ishte shumë pak njerëz, qindra njerëz ishin në atë shesh. Pavarësisht se fillim u bë thirrje që do mblidhemi etj. Dhe unë mendoj që për fatin e Berishës është spaku që ka ndihmuar Berishën, pra skandali Balluku dhe Aksh bën që paktën militantët tashmë të ndjejnë revoltën dhe të vinë shesh. Por kjo nuk mjafton. Që Berisha të fitojë dhe që Rama të përmbyset, duhet vinë shesh qytetarët pa parti. Pra duhet vi elektorati gri, duhet vi populli vetë, gjithë populli. Në këto kushte, Berisha më fal që ta mbyll këtë pjesë. Berisha fitoi luftën e brendshme të partisë. Jo se fitoi luftën, fitoi një betejë, sepse lufta do të vazhdojë, sepse problemi i Berishës do të vazhdojë të jetë në të ardhmen, por ja hodhi lumit momental. Për faktin që tashmë ka një foltore paralele nga Saliani dhe ka një indinjat të thellë tek shumë njerëz, sidomos me avokatin e popullit, domethënë arriti kulmin indinjata e militantëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike, po flas populli shqiptar. Kur ti ke indinjat kaq thellë brenda anëtarëve tu dhe njerëzve tu, domethënë ti i ke prekur fundin. Berisha me këtë protest u ngrit pak nga fundi, pra ja hodhi këtij lumi, siç ja hedh gjithmonë në deri gjë. Në atë protest ishte edhe Saliani për hir të vërtetës. Po patjetër dhe kjo dhe një pjesë, domethënë edhe ata që janë kritik ndaj zotit Berisha në fakt bën thirrje për të ardhur njerëzit në protestë dhe ishin dhe vetë në protestë. Dhe ishte logjikshme. Madje e quajnë veten në një lloj kuptimi edhe si detonatorët e një proteste të tillë, sepse në mënyrë konstante kanë kërkuar pikërisht këtë rrugë për opozitën, të cilën Berisha po e ndjek. Po, në një farë mënyrë, Berisha i nisi foltorët, pra nisi foltorët në rrethe, në momentin që Saliani nisi foltorët në rrethe, dhe filloi analizën e partisë në momentin që Saliani nisi kritikën, filloi mblodhi për të parë kryesin mbas humbjes zgjedhjeve, këshillin kombëtar. Mbasi Saliani bërë këtë. Pra, një farë mënyre, si me thënë, është ajo, druri ka dalë nga xheneti, presioni i vendos këta përballë përgjegjësisë dhe atëherë fillojnë kujtohen për bazë. Tani, në këtë kuptim, them... Vetëm këtu, se thej që fituesi është Berisha. Sepse deri tani kishte prekur fundin, apo jo? Kjo ishte çfarë the. Por në gjithë diskurin politik që ka pasur, qoftë Saliani, qoftë Ali Mehmeti, qoftë tjerët që kanë qenë kritik ndaj, le të themi, asaj se si po zhvilloheshin gjërat brenda Partisë Demokratike, asnjëri prej tyre nuk ka diskutuar zotin Berisha. Të gjithë kanë folur për Flamur Nogën, kanë folur për Albana Vokshin dhe ndonjëherë edhe për Gazbardin. Zoti Berisha ka qenë i paprekshmi në këtë histori. Kështu që në këtë lloj kuptimi zoti Berisha çfarë rreziku ndjente? Berisha rrezikohet edhe kurse prek, se është aq i brisht dhe aq i themi aq keq i pozicionuar dhe aq i lodhur në aksionin e tij politik, sa që trembet nga çdo puhis që fryn aty brenda. Saliani pa e sulmuar, Berisha u hodh kundër sulm agresivisht, nxori thonjë dhe dhëm bashk. Pa e sulmuar askush, duke thënë vetëm që partia ka nevojë të reformohet, ka ndryshime, ka nevojë për ndryshime, ka nevojë që të merret mendimi bazës etj. Pra kritikat normale, elementare. Dhe për mua ky është një nga problemet e Salianit, i cili nuk e thot të vërtetën të plot, e thot për gjysmë.
Por edhe kjo gjysmë e vërtetë e lëndon dhe rëndon aq shumë Berishën sa i duhet të tregojë dhëmbët për të mos lejuar që këto të vërteta të vazhdojnë dhe të thellohen dhe gishti i shkakut të këtyre plagëve vendoset te plaga e vërtetë tek shkaktari i vërtetë që është Berisha. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që Berisha kësaj radhe ka përceu këtë valë, e cila ishte vërtet e rrezikshme për të. Megjithatë do ketë valë të tjera, sepse Berisha do përballet me zgjedhjet brenda partie. Sigurisht unë nuk besoj që të dalë një kandidat të rrëzoj, po do ketë debat të cilit ai nuk do të shmanget dot, sepse njerëzit do kërkojnë para Berishës përgjegjësinë. Edhe një për ta shpërndar pastaj bisedën, ti thua do të ketë dhe valë të tjera, ndërkohë që Berisha ka premtuar që tani kjo protestë është një formë permanente, nuk është diçka e cila nisi sot përfundoi sot. Natyrisht jemi në një atmosferë festash dhe bëhet e komplikuar situata që në një atmosferë festash. Gjithmonë ka dalë një festë që por janari vjen shumë shpejt dhe mund të ketë dinamika tjera. Pra në këtë lloj kuptimi për çështjen e valëve, zoti Berisha, nëse rrit valën e presionit ndaj qeverisë, natyrisht bie vala brenda partisë tia gjithkohës, apo jo? Ka një gjë. E para njëherë Berisha ka 4 vjet që pret shtatorin. Në shtator fillojnë. Dhe kur i shtyn, i fillon protestat në ato momente ku pret festat e dhjetorit. Dhe pastaj i shtyn edhe pret vi vera dhe pra kështu ka shtyr 4 vjet, domethënë. Tani në këto kushte çështja është këtu, gjithmonë protestat ose luftrat e egra me kundërshtarin bëhen për një qëllim të vetëm, për të goditur dhe eliminuar apo dobësuar armikun brenda partisë. René Girard, filozof francez, shumë i rëndësishëm, i cili thotë që gjithmonë shpeshherë, në mënyrë më të shpeshtë, luftrat me armikun e jashtëm, luftrat me armikun e brendshëm maskohen si luftra me armikun e jashtëm. Pra ti bën sikur lufton dhëm për dhëm me armikun e jashtëm, me cilin ti s'ke punë fare, shpeshherë armiku i jashtëm është thjesht lojë, por qëllimi i secilit është luftoj armikun e brendshëm. Në këtë rast, gjithë ato monetov pse hidhen, bëj një pyetje të thjeshtë e bën kushdo. Ato monetova çfarë i ngulin në gjem Ramës në këmbë? Pra mendon që dëmtohet Rama se hodhën dy kanaçe me zjarr atje? Është një veprim demonstrativ që tregon që njerëzit kanë një mllef. Cilët njerëz? Njerëz të PD-s. Po pse ka dyshim njerëz janë ata qytetarë të këtij vendi janë, të drejtë revoltohen ka. Por nuk ka dyshim askush që njerëzit që shkojnë miting Berishës kanë mllef me qeverinë. Pra nuk po na rrëfen asgjë. Përveç se prodhojnë ndinjat të një pjesë e mirë elektoratit grit, e cila kërkon të shohë qytetarinë sheh. Nuk kërkon të shohë ty me flak për hallet e familjes Berishës. Sepse kështu e interpreton qytetari jashtë. Dhe në momentin që ti e bën këtë, fokusi zhvendoset nga abuzimet, vjedhjet, korrupsioni i qeverisë, i Ballukut dhe Akshit tek Molotovi i Berishës. Pra në këtë mes vetëm i ndihmon Ramës. I ndihmon Ramës që njerëzit mos merren me shishet e verës Agasit, po të merren me Molotovin e Berishës. Në fakt po pse bën ai këtë? Se ai është bullallaqe bën këtë. Ai e bën këtë sepse kërkon të ushqej ata militantë që janë aty, që janë të etur për luftë sepse ndjen të frustruar nga Rama, që janë po luftojnë, po hedhim zjarr, ne do shohim, ne do shkojmë Surrel, ne do bëjmë këto. Këto janë gjëra kot. Pra kjo e Surrelit është një një astëk që bëhet për të ftohur epshin që ka turma atje, pse me kaq do ta mbyllim ne. Se unë e di, unë kam qenë shpeshherë në mitingje të tilla dhe kam dëgjuar që po në shtëpi njerëzit i njohin, për çfarë erdhëm ne? Nëse rrëzuam Ramën. Dhe pikërisht për këtë zëra ai thot prit se s'kam mbaruar, se do shkojmë Surrel, do shkojmë këtu, dhe ata flenë me shpresën në një astëk që nesër do shkojmë Surrel. Do shkojmë nesër, do bëjnë një gjë më të vogël derisa do zbulohet. Do dalim prapë tek vendi. Do shkojmë pas hapit. Pra, qëllimi vetëm është për të gënjur militantët. Me idenë se militantët duan betejë me Ramën dhe ata i ofrojnë një bede. Kjo është një bede false. Kjo është një bede që nuk i provon asgjë Ramës, përveç se ndihmon, sepse zhvendos fokusin nga abuzimet tek opozita, e cila bën shfaqje që nuk prodhon gjë.